atëherë është pikërisht fusha boshe opozitës që krijon këtë situatë, se opozita tash do shoj manipulim vjedhje votash, unë nuk i besoj deri në atë mas. Shiko, unë kam qenë në zgjedhjet e 2007. Jo ta kam fjalën që mbajmë mend, ti e di shumë mirë, sa të mbarojnë zgjedhjet do dali pra Berisha do të thotë zgjedhjet u vodhën, nuk do pranon. Kam një histori unë me Edi Ramën në 2007, Edi Rama kryetari i Partisë Socialiste, unë isha nënkryetari i KZAZ-s në Shijak. Kishte zgjedhje të pjesme për deputet, isha përfaqësues i Partisë Socialiste. Dhe kishte zgjedhje të pjesme, kishte ikur Sokololdashi dhe kandidonte Osman Metalla dhe Igli Çela Ndjespasi, i cili ka qenë kryetari i Bashkisë Shijakut dhe kandidoi për deputet. Pse ka vdek Igli Çela? Ka shumë vite tashmë. Edhe miku im, unë isha dhe nënkryetar bashkie dhe isha nënkryetar i KZAZ-s. Dhe ditën e votimeve, ato votime shumë të tensionuara, ditën e votimeve ishin shpërngulur të dyja grupet parlamentare në Shijak, edhe PD dhe PS, në mënyrë absurde, s'kish nevojë për gjitha tensione të tjerë. Tensioni prodhoi dhe një të plagosur, edhe këta erdhi policia, sollën ashtu njerëz e tjerë, dhe këta të Partisë Socialiste u larguan gjithë çka ishin, unë isha këta deputetët që kishin ardhur dhe edhe ku diun me media po na vjedh PD-ja etj. Edhe unë qëndroja në KZAZ, vjen një urdhër që thon këta do të tërhiqemi nga kutitë e votimit se po na vjedh PD-ja etj. Thash unë nuk tërhiqem nga KZAZ, unë kam mision kushtetues dhe ata tre anëtarë të tjerë të Partisë Socialiste, unë kam mision kushtetues, mision ligjor dhe nëse ka shkelje unë do rri këtu të demonstroj shkeljet dhe që nëse do ketë një proces mosnjohje, procesi mosnjohjes të jetë juridik. Pra unë do rri këtu të demonstroj shkeljet dhe them që këtu unë nuk po shoh që ka shkelje, ka shumë tension. Tensioni çoi deri në plagosjen e një vëzhguesi të PD-s nga një miku jon, i cili në fakt ishte tradicionalisht djathës, po kishte qelluar majta sepse Agronduka në atë kohë ishte majta, ishte profesuesi. Sot Agronduka është djathës, është edhe kjo histori në Shqipëri. Dhe mua më ka marrë, besoj ka qenë bazditë, më ka marrë Edi Rama, i cili në fillim flet me një ton, thash, për kush je ti që si bindesh partisë e tjerë, thash, pritë zotë ta shpjegoj një herë. Dhe fillova të shpjegoj 1, 2, 3, 4, i thash është nevoja për të asistuar këtu, për të ndenjur, për të certifikuar çdo shkelje, çdo ashtu, për ta shkruar sepse këto raportet që do shkojnë në KQZ, për të folur me ndërkombëtarët, sepse këtu s'ka asnjë profesues nga partia dhe Shijaku ishte shumë i qetë, këta kishin shkuar gjithë në plazh të hanin drek. Po them ca emra këta që janë dhe deputet sot e tjerë që janë personalitet. Dhe ti më thonë, ç'a thu, në plazh po han drek. Po i thash, nuk ke asnjë Shijak, janë gjithë në plazh po han drek. Thash, më kam ftuar dhe mua, thash, po s'do shkoj thash. Se kam këtë detyrë për të bërë. Tham, hape syt. Se këta më thon tjetër gjë mua. Po hajde më burrë dhe u thash, shife hajde vetë në Shijak, edhe shife këtë muhabet thash. Nuk është kështu thash. Ja ku i kam unë profesuesit e Partisë Socialiste, kryetarin e PS-së Shijak, këta të tjerët që kam këtu në KZAZ, është ndryshe gjëja nga çat kanë thënë ty. Pra, aty në atë moment Rama e kapi, reflektoi dhe ne kemi bërë një luftë goxha të madhe në KQZ, pastaj në ato apele të tjera, unë kam shku vetë, kam dëshmu, një pjesë atyre vëzhguesve edhe komisionerëve u dënuan, pastaj u falën, kemi bërë një luftë juridike, në të cilën edhe atëherë ata të cilët e kuptonin që po humbnin po për arsye të tjera, se po humbi Shijaku me PD-n në pushtet e tjerë, ata s'kishin 2 vjet që kishin marrë ato zgjedhje të tjera. Ata kishin më kollaj që tiknin duke thënë që fajin e ka ai që po fiton, se sa të merrnin përgjegjësitë e veta politike, sepse politika do të thotë edhe marrje përgjegjësive politike. Dhe un kam dëgjuar vokabularin e profesuesve të PD-s gjithë këto 10 ditët e fundit, cilët kanë filluar që tani t'i thon popullit që ne do humbim se këta do na i vjedhin.